Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Intervista që do ta ndiqni sonte është interviste e Gentrit Hykollit, i cili ka qenë fëmijë kur o dëbu prej shtëpisë vet dhe është bërë refugjat në vitin 1999 gjatë bombardimeve të NATO-s. Gentriti ju ka përgjigj thirrjes tonë të hapur, e cila vazhdon me qenë e hapur edhe sot, për me nda me ne përvojën e të qenut refugjat gjatë kohës së luftës para 25 viteve. Ky rrëfim është pjesë e iniciativës që po bëhet për me hap Reporting House 2, apo muzeun e dytë të luftës që po e bojmë ne në Kallëzo.com, bashkë me partnerët tonë, muze që do ta shënoj përvojën e të qenurit refugjat, dëbimin e dikun 1 milion njerëzve, 1 milion qytetarëve të Kosovës që janë dëbu prej shtëpisë së tyre në eksodin e vitit 1999. Kjo përvojë është me rëndësi me u shënu për gjeneratat e ardhshme. Shumë prej njerëzve kanë qenë të ri para 25 vjetëve, edhe nuk duhet me lanë me kalu mjaftueshëm kohë që shumë prej nesh, edhe mos me qenë më gjallë mas disa viteve, me harru përvojën e dëbimit. Andaj, po ju thras si Gentritin, ashtu edhe juve, me u lajmëru në info@kallëzo.com me nda përvojën e juaj si refugjat, e tash ta ndjekim intervistën fantastike që ma ka dhënë Gentrit Hykolli. Rreth vitit 1998, mas pari jemi bojt nga për familjet ndryshme për mi ik, do me thonë, torturave dhe krisma të serbe, edhe do me thonë që ajo konë hera por që i kemi lëshu shpit. Së pari jemi bort në për mole, në për vend strehime që i kemi gjetë, në për familjartë, në për fshatrat për rreth aty. Herë jemi këthy në shpe, herë na kanë dëbu, herë jemi këthy, edhe hera fundit dhe me thonë që kemi lanë atë pjesë të mole edhe të asoj zone ka qenë ofenziva e dytë, ku jemi transferu me një familje tjetër në Prishtinë. Mas pari jemi strehu në Slatin, të do kusheritun që janë në mbiemrin Hykolli. Pastaj prej aty jemi bort në një familje tjetër, që është familje e Ramadan Mehmetit, në Vranjevës të Prishtinës. Aty tani kemi qëndru disa muj, janë kanë shumë ikpric, edhe kemi kalu nashta ma mirë se në shtëpitë tona. Kushtet kanë qenë ma të mira, edhe ambienti ku kem nejt ka qenë i përkrymë. Jemi në kontakt me gjithë, edhe kemi që me thonë një histori tepër të mirë edhe momente veç të mira. Tashmë është i ndjerë, por familjarët e ti gjithmonë jemi në kontakt. Do me thonë jemi konë familje 7 antarëshe, edhe unë jam konë pos fatin me konë maj vugli për vllatë dhe motra. Aty muet që me thonë nuk e kom pos atë ndjenjen që po ikin ashta shumë prej luftës, nuk ko mujt me përjetu se nuk ko mujt me, që me thonë, me pos fiksim atë pjesë, ku dhe që jëmë shku, jëmë adaptu shumë mirë, qoftë anej për fshatrav për rreth ku kemi dalë nashta edhe në mal edhe në familjet e tjera, tek holla që jemi strehu për një ku, pastaj në Slatin, pastaj në Prishtinë të në Vranjevës, edhe që me thonë u konë nashta për mu si një lloj shëtitje që edhe nuk e kum kuptu se çka është të ndodhur në realitet. Vetëm se kur i dëgjojsha që bënin llaf për luftë, nashta atëherë edhe unë ka shku vëmendja. Se neve si fëmina ja kanë ofru do kushte që me thonë nashta ku do që jemi shku, për mi ik paka shumë asoj pjesës luftës që mos me ungarku, me morna i trauma diçka. Na ka rujt edhe familja, po për që ke mujt me morë prej shpiz që me thonë nashta atëherë jemi konë edhe të varfën, nuk kemi pos shumë gjona që me majt men që ka ko morë, përveç sene që ne i kanë morë familja, për shambull nona, babi, që është. Qëndrum Vranjevës për një kohë gjatë, në familjen e Axhit Ramadan, aty unë u regjistruva edhe në klasën e parë, edhe profesor e kom pos një prej fshatit të Risinëft, arsimtar në atë ku, Qeriqi mbi emrin. Aty ke shumë i dhënë mas mësimit, edhe që me thonë ashta u konë edhe baza jam jetësore, se e kena pas një simpati prej
që kemi ikë, do me thonë, i kemi lëshu vendin të unë, edhe jemi kom shumë përkrohën në pjesën e shkollimit. Na ka nejtë shumë gati, gjithmonë na kanë morë si shembull, për shembull që kë është Gendriti, ka ikë prej malit, ka orë këtu për me kry një pjesë të shkollës, nashta me shpresën që sa ma shpejt kena mu kthy në shtëpitë tona, me vazhdu ato ku ka mbet, do me thonë gjithmonë me shpresë për çlirim të vendit. Para shkollor, do me thonë moshën 5 vjeçare, e kom kry në Kishnarek, në vendin ku jam lind edhe jam rrit, edhe hala që me thonë jemi në atë pjesë jetojmë. Prej atë, fati që në me u shprengull prej një vendin tjetër, unë klasën e parë e regjistrova në Vranjevc, në Prishtinë. Një gjyqëtar e kom kry, se kujtohet kur librezën e kom qunë në familje dhe i kom pos krejt peshe. Mas Vranjevcit, klasën e parë gjyqëtorin e dytë e kom vazhdu në Maqedon. Strug. Do me thonë për një 6 vjeçar, me shku në 3 shkolla, pak emocionale. Kishnarek, Vranjevc, Strug. Strug, Dologusht. Interesant. Ju më këthy shumë tash në atë ku, në atë pjesë. Prioritet e na u konë shkollimi, familjen tenë, me, që me thonë, na kanë rritë me bujtësi, me qysh kanë mujtë për me na pru këto ku jemë. Çka të ka punu baba, nona, kallëza ma pak? Babi në kek për pora ka punu si arkator 35 vjetë. Nona u konë andise në shpe, po me mundin e saj na shkollu. Se me një rrugë 5 studenta jemi konë. Motrat kanë kry fakultetin, vllau ka kry fakultetin, fatmirësisht tash edhe unë e kam kry. Edhe jem krejt shkollum se cili jem profesionet tona, po jena konë do me thonë prej trejnave të parë, se na nuk e kerina përjetu blacen, ato që ka nejt me dete, kanë pos urije, kanë pos. Na jena konë prej trejnave të parë, kujtuhet vetë që ka qenë mëngjes edhe na kanë thirë që nëse duhet me lëshu. Pronarët e shtëpisë në Vranjevc, që jemi konë, na kanë thonë që nëse duhet me lëshu këtë, kur se harrej, familja që e na konë, janë nis me vetura, me kere, edhe neve na kanë thonë, merne që të kjerë, hajdeni me neve, si familje që e na konë atë, na do me thonë 7 antarë. Më kujtuhet që nuk ka dhezë kere. Ata u nisen me kere, neve nuk na dhezi. Metëm, se ishtë çështje minutash për me lëshu, se na dëbu na përzun krejt, edhe jemi nis me këmsur që janë konë të lëshu Vranjevcit e poshtë, na me ta konë. Do me thonë 7 antarët e familjes komplet. Qashtu e moj mena ka në udhëheq, do me thonë sërt deri në stacionin e trenit në Prishtinë. Atën kena hyp në trena, që me thonë akon si kur lloj kolone, si këmsëri pe njerëzve, po gjithmonë e kemi pos me thonë që na rrenin rrethit, adi nuk na lenin mi kalu ato vijat, ato mi thy ato rregullat e tyne. Moj me i majt mena ashta vetë si uniform, edhe që e di që nuk kena mujt mi te i kalu që ato barrierat që na i kanë qitë. Po ma shumë lidhe se qysh janë sjell me neve, çfarë sjellje kanë pos, ato nuk muj mi majt men. Ka qenë nashta një farë periudhe si kur jetu ik prej dikujt, apo kupten. Po prap s'ke mujt me ik se e ke pos shumë ofer, e ke di që s'ki ku shkën. Edhe na kanë drejtu, na kanë qu deri në trena, në tren tash sak nuk më kujtohet që shkem hyp, veç e di që me një kabin jemi konë të 7-tit. Edhe unis treni. Na nuk e kem pos idejnë, qysh e kom një për shembull babin edhe nonën tem të full, nuk e kom pos idejnë se ku po shkojmë. Apo shkojmë Serbi, apo shkojmë Maqedoni, apo po na qojnë kejt me një destinacion tjetër që s'ju ka di do me thonë vendodhja. Atë rrugtem nuk muj me përshkru edhe në sakt, veç e di që nashta në Lipjan është ndollë. Edhe atë ka qenë nashta që ato momente që edhe i kujtoj, edhe i kam kështu shumë të këfjelta,
për një kohë caktuar, nashta 4 orë, 5 orë ose edhe më shumë. Gjatë kësaj kohës kem qëndruar ndal aty, personat që janë konë atë farë pjesë ka qenë si lëndin aty, edhe do shtëpia për rreth që i djegshin, me shishat birra vishin edhe na i thejshin për dritarëve të trenit, se na i shumë nalëves. Ka pos kërcnime për shembull prej atyne pjesëtarëve që janë konë jashtë trenit, që nuk e di çfarë komuniteti ose çfarë nacionalitetin kanë pas ata persona. Ka pos shprehje ndryshme, kena mju myt, kena mju prej, a di qysh e përkthejshin mrena këta në tren, se ata nuk folshin gjuhën tonë. Një moment ma kritik, babin e ka ndo prej nesh, nuk e kem ditë se ku pe qujnë. Jemi përshëndet me babin edhe nuk e kem ditë se a e takuj mo. Nashta ka shku, se di, 7 orë, ka nej treni i nalën, mas 7 orëve, ato ka qenë, do me thonë, momente shqetësuese për mu, familjen, edhe për krejt ata njerëz që janë konë tren, se nuk u ditë destinacioni unë. Nuk e kem ditë ku po na çojnë, as çka po ndodh me çata persona që i morën. Mazi ka kalu çaja periudhë edhe ka nis treni, na kena mendu që prindët unë, personalisht prindin tem, edhe prindë e familje të tjera që janë konë, do me thonë moshë madhore të rritën burrat, ke menu që gjatë kohës sa na kemi qëndru nal, i kanë hik pej trenit. Edhe s'ke pos pse nin llofe tjera veç i kanë vra, kanë mi pushkatu, vishin për shembull gra moj men, prej dhumës në dhumë, edhe thëshin që burrat i morën, burrat zbreten. Arsyeja pse kena nejt nal këtë është se burrat i kanë marrë për me i pushkatu, me i qu dikon me i ndo prej neve, dhe me do prej familjarve. Në momenti maj mirë, nashta në jetën tem, është kur babi u këtu. Babin e ki gjallë. U këthy në dhumën e trenit ku e na këmo dhe kem vazhdu rrugtimin. Qaj u kopi i momente më të mira. A ka kallëzu babi? Po. Qysh e kanë lëshu edhe çka i kanë thonë? Po, babi të regon se nuk kanë pos tërtur, nuk i kanë reja diçka, nashta dhe kanë ndodhë, po nuk ka dosht me na e shti neve në trunin ton atë pjesë, tërtë, po veç të regon që do me thonë kanë qëndru, që aty që janë konë që ata, se ta shajt nuk kanë mujtë nashta me konë edhe shumë persona, po nuk i kanë kestrajtu, po gjithmonë ka qenë frika se mos pendojnë prej familjes. A di mos po ndodhë diçka me ta, ose e kondër ta, mos na po pështojmë e ata nuk po pështojnë. A di mendimet janë kënë, shme thonë, anasilta, si prej neve, si prej atyne. Edhe, ajo ka momenti maj mirë, kur ka orë bobi, jena bashku prap, edhe e moj men, ka qenë shumë heret, nashta me nxes, ura s'muj me kujtu pjesën e orës, edhe kemi mri nashta në, nuk e di sakt ku nol treni, ofër Bllocës besoj, aty më kujtohet që kemi jetë në kom, nashta janë 20 minuta. Prej ku nol, edhe, që shme thonë, na jem dorëzu. Jem dorëzu prej serve, edhe kem kalu në pjesë në bazë të fjallëve që i kom dëgju, edhe aty për rreth që fëlshin edhe prindve dëve, që kanë thonë që na pështum, apo kuptajnë. E kalum dhe me thonë kufirin, jem Maqedoni, jem Bllocë, na pështum, dhe me thonë një familje 70 antar komplet në përgjithësi me krejt që ka i kem, na nuk e kem pos asë një kontakt. Hiq, kur. Përveç që ka kanë qenë gurbet, e moj men bobi edhe nona që telefonojshin, se e kem pos mundësin me telefonu prej Macedonisë, po telefonatat janë bo veç me shtetet e tjera. Për shembull kush u konë në Gjermani ose dikon tjetër, po në Kosovë s'kena mujtë. Unë e muj me thonë që nashta pjesa ma e mire e jetës tem është
koha që e kom kalu në Macedoni, edhe mi këpritja u konë diçka që s'munesh na si familje nuk mujna kur, edhe nëse mundohemi me kapacitetin më të madh që e kemi me i prit në qatë formë që na kanë prit. Ata, jo veç neve personalisht, po edhe ata këshit që i kemë posë rrethit, edhe pjesën tjetër të kosovarëve që janë konë në Strugë edhe në Dologusht, më kujtohet që u konë diçka mbreslamse edhe jem falenderu së ton jetën. Në Blac, kur kemi zbrit, ka qenë shumë ftëft. Edhe kemë qëndru nashta atë 3-4 orë, 5 orë, 6 orë. E di që na kanë pru ushqen, kemi hongër. Na nuk e kemë pos fatin e kosovarëve tjerë që ka nejt me dit, edhe kanë pos uri, edhe nashta edhe ka pos kushte ekstreme. Na e kemë pos fatin që 3-4 orë, se jem kopej trena të parë, që janë bardë, nashta të parë ose dytë. Edhe atë 3 orë nëse zgaboj, jem shkip. Na kanë hypna për autobusa edhe na kanë drejtu na për qendrat për me na strehu edhe me vazhdu pjesën tjetër tjetës. Atë nuk ka pos limite. Më kujtohet kemi shku në Strugë, 5 Strugës, prap na kanë dërgu për në Dologusht. Edhe na kanë thonë që kjo pjesë është ku ju duheni mu strehu, ka familje vullnetare që janë të interesume shumë për me ju marë, me ju strehu. Na jem konë 7 antarë, po për ata nuk u ka problem. Nëse i shumë konë dhe 15-20, ata neve nuk na kishin këthy mrapsht. Mas pari jem konë në familjen e Agjesdël, edhe mbi emrin e kanë pos Zhaku, janë konë bashkë Dologusht. Aty jem strehu, edhe kem pos fatin me konë me një shtëpi që nashta dikush në ondra nuk e përjeten. U konë një shtëpi shumë e mirë e djallit të Agjesdël që ai u konë të jetu në Amerikë, edhe kur i ka tregu prindi vetë që po dënë me strehu një familje prej Kosovës se ka nikë prej luftës edhe po dojna me rehabilitu në vendin tonë, familjen tonë, a i ka shprej dëshiren që mos me nejt na për naj garazh, naj shtëpi, ose me naj dhumë, me konë që me thonë veç natë shtatit në qatë pisë. Po a i me vullnetin edhe me zemër gjersin e vetë që ka pos, na ka lëshu komplet shtëpinë. Agjesdël tash ka ndru jetë, a i na ka pranu edhe na ka mojtë në shtëpi. Tani kemi kalu prej asoj familje në familjen tjetër që është familja e Selami Zhakut edhe Natmir Zhakut. Selamia është doktor, internist shumë i furt në spitalin e Strugës. Natmir është drejtër i shkollës në Dologusht, ku e kemi kry klasën e parë. Edhe kena pos fatin që gjithmonë kemi qenë familje shkollume edhe na kanë përkroshëm. Me neve janë marrë, do me thonë, jo veç familja Agjesdël, po janë marrë edhe komplet fshati. Jem konë shumë familje prej Kosovës në Dologusht. Tash kam fatin edhe kam shuk që do me thonë i kom pos atje në shkollë, edhe prap se prap i moj kontaktet edhe vazhdej me konë shuk edhe këtë, do me thonë prej asoj mushe. Aty kem nejt tani disa muj, kena vazhdu jetë e normalitet, krejt jena kona për shkolla, krejt jena konë sistemun, mutrat, vlo, babi, nona, do me thonë, jemi konë sikur me pas lind edhe me urrit aty. Kudo që jena shku, e kena pos një përkraje prej banurëve të fshatit, so që soj përket vesh mbathjes, as nuk diskutohet. Do me thonë, kem pos aty që nuk e kem dit as prej kuj kanë ardhë, gjdo dit. Sjellja e njerëzve aty me neve edhe trajtimet që na i kanë bo, jenë konë diçka fenomenale, edhe na e kujtojmë si pjesën më të mirë tjetës. Unë e kom shku në shkollë në Dologusht, emri i shkollës nuk më kujtohet, e kom vazhdu atë pjesën e metër të klasës të parë, do me thonë, fati jam u kom në Kishnarek, Vranjeft edhe Dologusht mu kry gjysmë vjetori dytë.
I klasës i po. klasës të parë. Do me thonë 3 shkolla për 1 vit e gjys. Edhe ato jam konë shumë i suksesshëm, pjesa dërmuese u konë në gjuhën maqedone, po neve na kanë mundësu që me pas mësuesin në gjuhën shqipe. Edhe këtë mësimet edhe këtë librat e këtë i kena pas në gjuhën shqipe. Nuk na kanë bë obligative që me mësu maqedonisht, po e kem pas në gjuhën tonë. Edhe kur jena pyet, edhe kur jena mojt një test, një diçka, i kena pas këtë në gjuhën shqipe. E shoqënia atë kem pas shumë, me ato shqitore që kanë qenë rreth shkollës, ushqimin në shkollë, u konë, edhe krejt do me thonë i kena pas gratis. Veç që shkruj që je kosovar, ose je djali Elmiut, ato e ke pas do me thonë derën që na për krejt shpijat, e ke pas mundësin do me thonë krejt papagis. Do mi këpritja u konë, s'mundesh adin që me thonë, as me morë me men, mu e soq mu ka duk se që pej Kosovë atë, do me thonë jam kejt me një but tjetër. Po, une si fëmi jam habit, mu nuk e kom pas fokusin që ka pëndull knej, se i kem pas lujnat, i kem pas shoqnin, kem lujt me të, për shembull ton kuhen, jem kon aktiv, edhe men që është luft, mu mbike veç kur shkejsha në shpi. Për shembull në mbrëmje kur u të bëjshëm, më kujtuhet që diskutojshin, kojshin, u mërzitshin shumë, edhe me nejsha thesha qka kanë këta, se musha jem nuk ka mujt me akceptu atë pjesë tjetës, ose dhimbjen që e kam posë familjarët e mi për pjesën e mbetur kënej në Kosovë. Ka qenë edhe një pjesë që është shumë e rëndësishme me cekë, neve na kanë bon në që me thonë refugjatëve të Kosovës, e kem posë si ofertë nëse dojmë me vazhdu jetën në Amerikë. Prej Maqedonisë në Amerikë, edhe atë babi ka shku edhe i ka rregullu këtë dokumentacionin e mëndshëm për me u shprengull se ka shumë familje që prej Strugës, tash edhe i njohun personalisht, janë të jetu në Amerikë edhe në Kanadë, që nashta edhe kem kontakte me ta, për qatë pjesë so kena nejtë Maqedoni. Edhe ka shku babi i ka rregullu krejt dokumentat, edhe si 7 antar e kem pas caktu me datën kur me unis. Po, nona jam e ndjerë tash, nuk e ka leju. Ka thonë që nuk përshkujmë, i kem anullu krejt ato pjesën e dokumentave dhe të vizave, këtë që janë konë, edhe ka thonë, dojna mu këthyn me në lindje, Kosova po qlirohet, dojna me shku me ndërtu Kosovën, me u shkollu fëmija, me vazhdu jetën që kanë vazhdu normal. Gëzimi maj modhe tani u konë, që ishenëm gjdo ditë kur NATO i transportante mjetet luftarake, edhe ka pos disa prej tyne që kaleshin për mineve, në Dologusht ku jemi konë, edhe më kujtohet shumë festejshëm, se e dishëm se lojmet ton kuhen i shishëm që po shliruhet Kosova, NATO për ndërhyjnë, edhe i transportejshin mjetet luftarake na për qatë pjesë ku jetejshëm, edhe u gëzejshëm së më thesejshëm që po shkujnë Kosovë për me shliru Kosovën. E qaja do me thonë u konë pjesa ma e mirë në atë krejt atë farë, që me thonë atë farë të meri që e kem përjetu, nashta juna që kem përjetu diçka shumë të ronë, po ma shumë ja kem bojt që me thonë gojlen edhe friken e kem posë për pjesën që ka me në Kosovë. Hajtë përshkru ma qysh, nana jote ka thonë s'kena me shku, e baba e ka ngu. Tash ngëm, kjo është një pjesë që na emocionën shumë, se nana jem ka pos fatin që veç dhe në klas 8 u shkollu. Edhe aja për neve që me thonë, atë qelizën e fundit që e ka pos nashta për me shkollu një fëmi, edhe që aton e ka te i kalu, edhe vetën nuk e ka këshyr, as nuk u merë kur me vetën e vetë, veç ka dosh na mu shkollu edhe me shërby për qëtë ven, ku jem lind edhe tash edhe jem rrit. Bobi
edhe nona në atë ku kanë qenë një qeft që nashta dhe sëd nuk munen me pos mirë kuptim një qeft që shkanë pos ata në atë ku. Edhe na që me thonë e kem trashegu atë pjesë tjetës që është si shembull shumë i mirë edhe i shërben shumë edhe gjenerot avtash që po kanë shumë të lashe. Kanë pos shumë kriza, për ka financa dhe me thonë asë nuk diskutuhet, janë konë shumë nashta krejt e kanë që me thonë me centa, e kanë shfrytzu edhe qatë pjesën e fundit të ornav që e kanë pos, po prioritet u konë shkollimi. Edhe kur nona e ka thonë për shembull Elme që të dush më nalë, dush me vazhdu që të, e di që bobi i ka thonë mbetet e jutja. Adi nuk ju ka përzi edhe nuk e ka pos kur atë shqetësim. Nona u konë do me thonë ajo vendimtarja që ka dosht me na këthy në Kosovë edhe ka dosht me u këthy në vendlindje. Njona për arsye kryesore u konë që nëse veç një antar i familjes e ka mbjetu luften e është gjodh, na i duhum që ati. Do të me konë me përkëra, se ka mundësi që kanë vdek në ashta 80% ose krejt për tyne, edhe nëse veç tjonë ka pështu, a e dëmë përkrajen të. Se na jem komplet, jem si familje komplet, edhe do të me përkra. Edhe buk e kryp, po me ta, juve. Se na nuk na ka mungu kur gjonë, ona financiare o konë, s'munesh me morë me men dhe me thonë qa që na ka ndihmu financiarisht familjet në Macedoni, sot që bobi theke nuk po di që ka me bo theke me këto pare ose ku milion, qysh mi mojt me veti. Kanë qu donacione shumë prej ashtë, kanë qu donacione pikrisht familja ku jem konë, ko familje shumë e gjonë, ka pos njerë shumë të arsimum, janë ko ketë në pozicionet furta, në atë mirë Zhoku konë drejtër i shkollës edhe është në Dëllëgusht, Selami Zhoku dhe me thonë vlojnë atë mirit, ka qenë atëherë doktor në atë ku, edhe për një periud 99 që po flosëm nëse i ke pos që ato arritje edhe e konë në qatë pozicion, atëherë i kanë pos kushtet në ekstremi. Edhe na me qatë pjesën, do me thonë, me qatë të mira, me qatë financa që jemi këthy, vendimet e nonës kanë qenë që veç me u këthy, edhe kush dhe që ka mejt gjallë, nëse veç dikush, na du të me jetu me to, du të me e ndihmu, du të me aheka du trauma që i ka përjetu, edhe ma mirë buk e kryp, po këthejmë në Kishnarek, edhe po jetujnë qatë. Edhe ka jemi këthy në Kosovë, unë e moj men shumë mirë edhe udhëtimin ka jemi këthy. Atë u konë familja ku kemi nejnë Vranjevc, jenë konë pak ma largë në Strug. Edhe na gjatë kuës so jemi konë Macedoni, jemi konë shumë falenderus ndaj tyne, edhe jemi edhe atje. Kemi posë raporte, kemi posë kontakt. Ka orë kua për me lëshu Macedonin, neve na është bondi dosëm. është bo dosëm edhe në ashtë o ko momenti ma i rënë që pëlqojnë tash atje për me unë. Aja u konë një ndjenë që nuk përshkruhet, në ashtë dikon 10-15 familje e mbledh, edhe e kanë bo një nej, u konë në bërë, aty ku jemi konë të nejt, edhe ata dhe me thonë, aty se di, dosma ta shenë të vogla, është e pa përshkrushme, edhe mërzia ma e modhe u konë, kur nej, jem dollë për aty. Shkputja me familjen që kem nejt, edhe me rrethin atë që kem nejt. Ma e ronë u konë, do me thonë, me undo prej familjes Macedoni, për me orna për Kosovë, se thonë ashta se di, s'muj me përshkru ose me krahasu me diçka. Shokët janë konë qëndrimi, gente, janë konë fmit ku edhe kem nejnë familje. Mbjamni? Zhoku, u konë vegimi,
u konë Mehmeti, jenë konë, do me thonë që na jem konë gjithmonë bashk, u konë vllau Ademi, u konë Ndriçimi, do me thonë në qatë pjesë tjetës atë, që kom përjetu në me ta edhe ka na kanë shetit, ka na kanë qu, ka kemi dollë me ta, do me thonë nështë edhe sëd, mundësit i kam, po nuk muj me kalu qatë që, do me thonë qatë ndjenë prap me përjetu. Se për neve u konë, nuk e di, për neve u konë veç me caktu, për shambull një vikend, kur ata janë konë të lirë edhe nga kanë thonë qka po dëni jo me bonë qëtë vikend, për shambull nëse na i kena thonë po doj me shku në liqen të urit, ose po doj me shku dikon, janë konë pjesë që ata veç e kanë prit na qka po dojnë. Edhe me vegimin, me Ndriçimin, me Mehmetin, janë pozicione tash shumë të mira, Vegimi është një doktor shumë i suksesshëm në spitalin e Tetovës, Mehmeti është një person shumë i suksesshëm në karrierën e tij politike në Maqedoni, edhe Ndriçimi gjithashtu, edhe Lumi, edhe Genti, do me thonë edhe na kënej i kemi profesionet e mira, edhe kemi kontakte, kemi raporte, edhe jemi shumë okej me ta. Po na nuk mundem aty në me ja u kthy, edhe e di që nëse edhe ke qitë pjesë tjetës që na ka mbet me ja u kushtu aty nëse se bazamenti ju në që shme thonë edhe ai geni tash që është e ka bazën atje. Se ajo harmoni që e kena përjetu për shembull edhe ajo pjesë e jetës që njeri mon men çdo sen, u formu atje. U formu atje edhe nëse unë shkoj në Maqedoni edhe kthej në Antologuzhd, e ndjeni nostalgji se më duket që jom kthy në shtëpinë tem. Kur do që shkojmë, pritja është e njëjtë. Edhe kur shkoj në Antologuzhd, unë duket që unë jom konë musafir në Kosovë, edhe jom kthy në shtëpi. Se që me thonë gjumin atje që e kom bo edhe që ato momente që i kena përjetu atje, janë si kur unë e kam shtëpinë atë. Pjesa më e rëndë e jetës tash, jeta është kur na u kthym në Kosovë. Unë kujtohet, e lam shumë, mëj me thonë atë luks në Maqedoni, edhe u kthym në Prishtinë. Familjarët këtu në Vranjef që kem nejt, ta gjës Ramadan, ata na edha një kerë në Maqedoni për me shfrytzu rrugën me orde në Kosovë, edhe u banëm bashk me ta për me u kthy bashk. Edhe moj men edhe rrugën ka ke marrë. Rruga ka e marrë prej Maqedonisë, u konë sikur me shku se ndasër, me marrë një nuse. Muzika lëshu dhe në skejt, edhe ambientin kërë pe jantarëve të familjes që jemi konë, u konë shumë diçka një harmoni që nuk diskutohet se po kthejmë venin tonë. Edhe rrugën që e kem përjetu pej Maqedonisë dhe i këtu, nashta mëj me thonë na u ka duk 3-4 minuta, 5 minuta, se shumë shpejt. Po minutat 800 ka dalë. Se thejshë mu kthy ma shpejt. Edhe kur erdhëm në se na u kthy në Vranjevc prap, në familjen ku jem konë, edhe menzi nuk prit shumë me u bo me nxesi, për me ardhë mu kthy në Komara, në Kishnarek, edhe me vizitu kush është gjallë, kush ka vdek. Edhe kur u kthym në Vranjevc, u konë të merë. U konë që me thonë si kur nota me dite, i lam ato kushte atje, e lam që me thonë atë shpinë ku jem konë. Këtu, kur jem hinë Prishtinë, u konë do me thonë, për mua, trunë jem nuk ka mujt me... A dy ku më thonë, a janë normal në ashta këta, ku na kanë prunë. Nuk e pas ka she, kur e na kthy në shpinë, ku jem konë të nejtë në familjen e Agjes Ramadan, më kujtohet si kur sëd, e kanë mbyllë shpinë komplet, kanë qenë kushtet ekstrem të mira, edhe e kanë shu ujtë në mrena në shpe. Ato ku kena nejtë na, do me thonë qatë shpinë që u konë super luksuze, ku kem nejtë para se me shku në Maqedoni,
Unë kujtuhet që kur i kanë qelë dere, nuk kanë mujt me e qelë prej ujit, do me thonë që e kanë shumë mrena në shpe dhe kanë ollë shut, edhe kur u qelë dera, komplet do me thonë aja pisë, mon mrena s'ke posë qysh me nejtë. Kena nejnë tendë. Më kujtuhet i kanë bo dhe tenda, edhe që ato kem nejtë në bërë, edhe tash me u këthy prej Macedonisë, edhe ku e na këthyna në Prishtinë edhe e kena po qatë gjendje qka është edhe qysh është, u konë shumë e ronë edhe po tash ma e rona, u konë kur na prap nuk e dishëm anëtort e familjes a janë gjallë. Jemi nisë prej Prishtinës mëngjes për me shku në Kishnarek edhe nona jem do me thonë ka pos ndër mu këthy në grëft, në familjen e vetë. U këthym në Komoran, të Migja, tash edhe ku jetujmë aty, edhe pom që janë gjallë. Qysh u dëkshin? Valloj në gjënat që dëksin, adi nuk onë shumë e rëndë. Edhe, as një rast tragjik dhe me thonë s'kena post. Gjendja ku janë kohë të nejtë, edhe që janë kohë të nejtë, adin është e pa imaginushme. Shpijat janë konë komplet djeguna në Komoran edhe në Kishnarek, nuk ka pos nështë as një shpit vetme që i kanë bjetu përveç aty që i kanë shfrytzu, që i kanë bon si kur lëj bujtinash pjesa e ata kur na tregojshin që nështë ta kanë kalu jovë edhe nuk kanë hongër buk, neve tani që me thonë ajo pjesa e luksit atje, s'më shumë e pranu qysh na e kemë bon që atjet e qysh kanë jetu ta. Ma e rëmë në okon, kur jemi këthy në grëfës është do me thonë vendlindja e nonës edhe familja e nonës, dojtë. Tash, mas e krytëm këtë, se as atan me zveti nuk kanë pos kontakte, për shambull Migja ju me nga tregu që a kanë pështu familja e nonës a ju, se s'kanë mujt me pos kontakt. Edhe, na u këthym në prej Komoronit, hajde i sholla më rezet më spijgjejmë ata ma mirë. Me atë shpresin dhe i sot shkujmë, 4 kilometra 5 rrugë. Aty u konë, si kur sëtë për shembull nëse na shkujmë me një vizit me një vend që do me thonë janë të nejnë malë. S'po muj me krasu me diçka se në Vjeran, po unë i kom pos mos të patika i kom pos najke, si harroj kur, konë gjyrë të borë, të zezë dhe të kuqe. Kër i kom po, tash kena dollë pekirit dhe na përshëndet, ma shumë ka pos vaj se gzim, a di në konë lëtë gzimit, po kejtë të kojtë. Edhe, pyetja e parë për nënës tem, edhe prej babës tem për dojtë, edhe për me kanë që jem taku, konë, a u vrot dikush, a janë kejtë gjallë. Fatmirësisht edhe në atë pjesë, kejtë gjallë. Nuk kanë doja u konë i veshën nuk që kë, dhe e gani, e kanë për zemër shumë edhe që me thonë më përkro shumë edhe më ka përkro. Edhe kur e ke marrë vesh që kejtë janë gjallë, kejtë mu më vike shumë ranë edhe më vike morë, so që më kujtu që jë shku edhe i kumë dofë. Ja ke dhonë dikujt patikat? S'ku mujt mi adhonë se thejsha, i lakmuj këti tani. Shkuj ku ndof edhe kom hek një majicë të borë, e kom pos vesh, kom nejt dhe që kështë një majicë të mërëndshme se dhe isha mu solidarizu me ta. Se s'pësha mi po qështë. Ato nuk u diskutejke për shambull për veshje ose për ushqim ose për ato s'ke pos që ka ju thu, se u konë të merë u konë. Këtu janë, do me thonë, sene që musha jam që shi ka akse këtu, gjithmonë jam të full mushën 7 vjeqare 8, ju
masanej, ku po flani, ja ku mbo dojës. Thash, qysh po flani këtë? Tha doj, tha na, tha kena pos, tha synimin me shliru, tha këtë ven, edhe me hek, tha okupatorin, tha na, tha flajna dhe në Livodhë tash, flajna tha dhe në mal, tha nuk e kem problem. Tha me rëndësi, tha që na jem të lirë, tha edhe jo, tha kini mu shkollu, kini me full gjuhën e ju, edhe kini me jetu të lirë. Që kje thasht, këtu tha këtë tha janë mure, këtë tha janë kushte që dojtë tha kanë me punu, kanë me gjallnu, edhe kanë mi këthy tha ma mirë se që i kanë posë. E tash mas 25 vjetë tash, kur i kujtej që atë fjollë, kur sarë që shkejt e dojtë, unë bjenë menë se tash janë kushtet ekstrem mirë edhe adin është një periudhë që doja ka vojtë fjollën. Unë kom përfundu stomatologjin, tash e ushtrej profesionin e stomatologut, fatmirësisht, po mentaliteti më ka mejt edhe jam shumë i knoqen që më ka mejt qatë pjesën e hikav që e kem pas, edhe synimi jem, edhe familja e din, edhe rejthe ato ku punej edhe veprej e din, në rend pare kam humanitetin. Pjesa materiale për mu nuk orel. Kjo që kom zhjith me orë të jo, në momentin që e posh në Facebook që po kërkuen vullnetar, kom pos obligim në ashta edhe bërgj vetës me spjegu që të pjesë. Ishte kjo përvoja e Gentritit. Tash ta ndjekim deklaratën e Agron Statovcit, i cili është shef i Trenkosit në Prishtinë, ndërmarrjes publike që i menaxhon trenat edhe ambienti ku kemi gjiru, të shohim pse kanë vendos me ofru këtë ambient për me shënu përvojën e refugjatëve. Qëllimi jonë si ndërmarrje është që me ngjall kujtesën, mos me harru historinë. Sepse thonë që historitë që harrohen mund edhe përsëriten. Për këtij parimi dhe kemi vendosur edhe me mbështet këtë farë projekte dhe kemi ofruar gjithë infrastrukturën si ndërmarrjet që keni në dispozicion. Ky vend është punëtoria për mirëmbajtjen e vagonëve, është kryesisht edhe vagonë që pishin janë të asaj periudhe. Këtu bëhet kryet mirëmbajtja e vagonëve në transport të udhëtarëve dhe të madhnave. Është në Fushë Kosovë, këtu afër depos, cilët dhe ku i kemë administratën. Si ndërmarrje kemi vendosur me përkrahë këtë projekt sepse vlerësojmë se trajton një epokë të rëndë për kombin tonë, siç është dobimi i popullatës civile përmes trenave, jo për t'ju dhënë shërbim, po për t'ju krijuar padrejtësi. Sipas donave që i kemi këtu ndërmarrje, në atë periudhë janë të organizuar mbi 115 trena, ku janë dobun përmi supozohet se janë 120.000 dhe 150.000 dobun prej Kosovës. Ka dhe arsye tjera pse kemë vendosur me përkrahë këtë projekt, se lidhet edhe me historikun e ndërmarrjes tonë Trenkosi, edhe pse është një ndërmarrje e re, e themeluar në vitin 2011. Rrugtimi i saj është prej vitit 1874, edhe si ndërmarrje, sikur ndërmarrje tjera publike kanë përjetuar ngritje dhe ramje, sipas situatës dhe gjendjes politike që është kanë në vendin tonë, kështu që lidhet edhe me historikun tonë. Tjetër është që si ndërmarrje kemi vendosur jemi në ndërmarrje publike, kemi obligim ligjor të shërbejmë publikut, gjithashtu edhe është obligim moral që mi përkrahë këto projekte, cilat e ngjallin kujtesën e kombit përgjithësi. Duhet me thonë edhe një mesazh se tash si ndërmarrje ofrojmë shërbime publike, po gjithmonë para sa ke mundësi, po tash duhet më ndaja farë periudhë se thash që shumë herë edhe mallkojnë ta trena. Tash thjesht nuk janë vetëm hekra këta, po është një kujtesë nashti për shumicën, muj me thonë për 120.000 ose 150.000 dobum që kanë qenë e kanë përjetuar dhe normal që kur t'i shohin edhe trenat edhe mund t'i mallkojnë. Po duhet me pas qartë si tash është një periudhë tjetër, na si ndërmarrje ofrojmë shërbime sa ke mundësi për qytetarët, edhe kështu që duhet me dhënë llogari për çdo euro që hyn këtë ndërmarrje. Jam pjesë e ndërmarrjes për vitin 2007, ku më ushtru funksionet ndryshme ndërmarrje dhe pikërisht për kësaj fushë, komunikacionit dhe transportit e korridorëve.
shpesh lexojmë libra të historisë, që para 100 vjetëve i kanë dëbu shqiptarët për zonave të ndryshme, e atëherë s'ka pas video, fotografi, e na s'po dojmë përfundu edhe një gjenerat e cila e kalon pjesën e dëbimit pa u regjistru. Për çate, ne si organizat kemi vendos me i qitë rezurset tona, me producent, kamerman, gazetar, kemi punu, me i mbledh disa rrëfime që ndoshta mas disa vjetëve do të harrohen, ndoshta njerëz do të vdesin, sigurisht që njerëz jo veç që do t'i harrojnë, por do të vdesin. Para se me shku, është mirë që mas 100 vjetëve, me pas 2 gjenerata tashme pas nesh, me pas çka me ndigju, e jo me u bo si na që nuk kemi një vend ku i shohim qysh janë dëbu qytetarët apo shqiptarët e para 100 viteve. Tash jetojmë në botën e digitale, kur kemi mjete, përpara kur janë bërë dëbimet e shqiptarëve në për Turqi, kur janë bërë dëbimet e shqiptarëve për zonave të ndryshme edhe për çfarë Kosovës, nuk ka pas kamera, nuk ka pas media. Tash i kemi krejt, edhe duhet me i qitë në funksion krejt mjetët që i kemi talentin ton, shkallësin ton, profesionalizmin, me shënu historinë e Kosovës, e jo mu bo edhe një gjenerat që kalon në për këtë dëbim si kur gjo. Shumë njerëzve ju ka ardhë mare me folë për qysh i kanë qitë për shpijave, sepse ka tjerë që kanë vujt ma shumë, kanë pas djegjet shpijave, kanë pas vrasje, masakrum, por dëbimi është krim në vete, krim lufte. Mbi gjysma e popullatës Kosovës, paramendoni 1 milion njerëz kanë qenë refugjat, ajo është traumë në veti, edhe ajo duhet me u shënu, edhe nuk duhet me na ardhmare me shënu edhe atë përvoj tash që po bon gati 30 vjetë mas lufte. Ka që kishim për sonte. Nëse ju doni me nda përvojën e juj me ne, me qenë pjesë e iniciativës e Muzeut Reporting House 2, që do të qilet apo stafat me shënu përvojën e të qenurit refugjat gjatë luftës gjatë viteve 90, ju lutem më shkruani në info@kallzo.com apo lajmëroni në telefon të Kallzohit që është 044 22 44 98. Deri në emisionin radhës, mirëmbëjtje.